Historia e trisht e një vajze shqiptare. Një histori që na i tregon një shoqja jon që gjendet këtu mes nesh dhe që kur ma tregoi dje ma bëri ditën zi. Do t'ju them se përse, por ndiqeni me vëmendje dhe në fund do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni, çfarë do të përgjigjeshit ju për një histori të tillë, të nënës dhe babait të saj. Ndiqeni deri në fund, do t'ju lutesha dhe pres komentet tuaja. Është një shoqe që na ndjek këtu, është këtu gjithmonë për herë me ne, dhe unë nuk kishte komentuar asnjëherë, në fakt ma tha këtë, dhe rastësisht e takova. E takova në rrugë, në një pazar, merkato. Ishte një pazar, kështu që kishte disa gjëra shitjen, okay? Dhe më pa ju ndjek për herë, tha, dhe folin italisht, jo në shqip, dhe i thash, se foli mirë italishten, dhe thash, po ti thash italiane, se dhe veshja, paraqitja, po thua ishte italiane. Jo, më tha, jam shqiptare, tha, po unë ju ndjek. Nuk e flas mirë shqipen, tha, po mundohem, tha, që ta mësoj. Dhe isha me familjen unë, ndejtëm pak aty dhe më tregoj historinë. Ja përktheja bashkëshortes sime dhe më trishtoi shumë sinqerisht kjo histori që dua t'ja u tregoj tani. Ishte viti 2000 kur ka lindur kjo shoqe. E do ta quajmë Albina, okay? Nuk quhet Albina, por do ta quajmë kështu. Dhe Albina lindi në një qytet të vogël të Shqipërisë. Nëna dhe babai i saj kishin 2 fëmijë. Pra Albinën dhe një djalë tjetër, 4 që më vonë ishte pak më i madh se ajo, pra 5 vjeç më i madh se ajo. Dhe kështu që me kalimin e kohës kishin zënka në shtëpi, por unë nuk e mbaj mend mirë, thot ajo, unë vetëm kur isha 5 vjeç, thot, mbaj mend, thot, që nëna, thot, mamaja ime, thot, iku, thot, se mori xhaxhai. Dhe me fjalë dajua, më falni, e mori dajua, tha, dhe pas një farë kohe u kthy edhe një herë, por pastaj ta filluan zënkat edhe një herë tjetër. Dhe ç'ndodhi? Në vitin 2005 e jema, pra nëna e kësaj, iku dhe erdhi në Itali. Iku me dikë tjetër, sepse nuk shkonte mirë me shoqin, ishte kthyer edhe një herë tek prindrit e saj dhe erdhi në Itali. Problemi ishte që ajo dëshironte që të shihte fëmijët e saj, por nuk kishte mundësi. Dhe çfarë bëri? Mendoi që në fshehtësi të fliste me të motrën, pra me tezen e Albinës, dhe ta sugjeronte atë se si mund të merrte fëmijët. Bën ç'është e mundur sepse e motra kishte dokumenta spanjolle, më falni. Kishte dokumenta spanjoll. Dhe ajo mendoi që ndoshta me anë të motrës mund ta merrte, por motra i tha, jo, tha. Është tepër e rrezikshme, tha, sepse unë nuk është fëmia im, tha, dhe unë duhet të kem të drejtën, tha, tënde, tha, dhe të burrit tënd. Pastaj, tha, duhet shkruen këto, tha, të gjitha në Shqipëri etj, të përkthehen, tha, në gjuhën italiane dhe pastaj, tha, të miratohen që unë, tha, të mundet, që të më lënë, tha, që ta kaloj. Por është tepër e vështirë. Po flasim nga viti 2005 që ishte vështirë. Dhe me qenë se ishte kaq e vështirë, ajo mendoi diçka tjetër. Mendoi që një shoqja e saj, që kishte dokumenta nga Italia, ajo ishte në Itali, pra shoqja e saj, gjoja e kishte fëmijën e saj, sapo i kishte bërë dokumentat dhe ajo e gjora, dhe kur shkoi në Shqipëri, bëri gabim. Gabimi ku ishte? Që ajo mori vajzën e saj, sepse kishte një vajzë, me qenë se ajo kishte një vajzë pothuajse të njëjtës moshë, dhe shkoi në Shqipëri, la vajzën e saj dhe mori vajzën tjetër. Pra e u kthye së bashku me të në Itali. Mirë po, në bazë të moshës, nuk kishte vajza e njëjtë. Për më tepër, kishte një problem tjetër. Vajza e saj kishte filluar shkollën në Itali. Dhe diçka duhet të dinte italisht. Dhe çfarë bën policia kur e takuan që u fut në traget? I bën disa pyetje. Jo vetëm asaj, por edhe vajzës. Ndoshta ata e dinin, okay? Dhe si përfundim kuptuan që vajza nuk ishte e saj, sepse i bën disa provokime vajzës dhe i than, thuaj të vërtetën, sepse ndryshe tha do arrestojmë tezen tënde. Me fjalë do arrestojmë këtë zonjën, tha, i tha për emrin. Dhe kjo u friksua, siç e thotë na i tregoi edhe qante, kur na i tregoi, u friksua dhe tha,
Po tha kjo, tha është një shoqja e mamit. E morën, e arrestuan, shoqen e mamit, e arrestuan, ndejti jo më shumë, por ndejti më duket 3 muaj brenda, dhe pastaj e nxorën me avokat, me tjere, i humbi dokumentat e shkreta për momentin, megjithatë mendoj se më vonë i mori prap dokumentat pas 5 viteve që i kishin bërë expulso e tjere. Por të përqendrohemi tek Albina. Dhe Albinën e morën e çuan në një vend ku mbajshin fëmijët jetim. Dhe në këtë vendin jetim në Bari, në këtë vendin jetim ishte me murgesha. Pra ajo Albina ndejti ku aty ku kishte murgesha. Dhe ka qenë vuajtja më e madhe, thot. Vuajtja më e madhe sepse nuk kishte askënd, nuk dija gjuhën, nuk dija asgjë. Ishte, ju kujtoj që në atë kohë ishte në vitin 2008, mos gaboj, ishte 8 vjeçe. Dhe thot kanë qenë vuajtjet më të mëdha, sepse edhe rregullat thot që ishin, ku isha mësuar me rregullat, thot, rregullat e orareve, orare për të fjetur, orare për të ngrënë, orare për të gjitha këto. Dhe në fillim tha haja dhe dru, sepse nuk kuptoja ata. Nuk kuptoja, unë isha ndryshe nga tjerë. Në fjalë, ishte vetëm një vajzë marokine, pastaj të tjerët ishin italian. Dhe unë nuk dija, megjithatë tha, unë mësova, tha dal nga dal. Kaloi kohë, në fjalë, kaloi 1 vit e gjysmë 2. Ndërkohë, nëna e saj mundoi që të merrte vajzën, të merrte vajzën që ose të kishte kontakte me vajzën, por ishte pamundur, sepse ajo ishte pa dokumenta. Bile ajo u mundua që të shkonte atje pa dokumenta dhe i thanë, kujdes, i thanë disa që i njihnin atë zonën atje, i thanë, mos shko pa dokumenta se ti nuk ke të drejtë. Ti tha, përveç se mund të ta arrestojnë, po do ta heqin totalisht ta vajzën, ti nuk ta gjesh më, tha, sepse do bëjnë ç'është e mundur që ta heqin. Pra që ti mos ta kontaktosh më. Kështu ishin rregullat atëre. Jati, ndërkohë, nga Shqipëria, mundoi që të vinte në Itali, por s'kishte mënyrë që të vinte. Si përfundim, arriti. Arriti pas 3 vite, prafërsisht 2 vjet e gjysmë, 3 vjet, arriti që të vinte në Itali me vizë. Pra si bëj atëre. Dhe kur arriti, bëri, më duket se në atë kohë ishte momenti që mundesh që që shqiptarët të vinin me atë 30 ditorshin. Megjithatë ai arriti, edhe pse kishte premtuar se nuk fliste me shoqen, por për këtë biseda ta flisnin sepse vajza ishte aty, kurse ndërkohë djali kishte mbetur në Shqipëri, pra vllai i Albinës, sepse menduan që në fillim të vinte vajza dhe pastaj do merrnin dhe djalin. Dhe punë ndërlikuara. Si përfundim, ai shkoi atje ku në vendin ku mendonte se mund të ishte kjo e bija, pra baba i saj. Mirë po, i thanë që nuk është këtu, i thanë. Dhe ky insistoi 2-3 herë, e kapën, edhe vajti policia, nuk e futën brenda, por ai tregoi, me fjalë, në stacionin e policisë vajti te karabinierët, sepse vajtën karabinierët, dhe ai u tregoi se kush ishte historia. Njëri nga këta policë u treguai mirë, tha, dëgjoj, tha, ishte marshalli, i tha, unë tha do të lë, tha, por tha do të lutem një gjë, ka disa rregulla, tha, dhe ti tha nuk i ke respektuar, ti tha familja jote, grua jote, dhe ju e ke lënë fëmijën, tha, nuk është se fëmia ta është mes të 4 rrugëve. Fëmia është mirë aty ku është. Por tha duhet ti tha me ligj ta kërkosh, nuk mund ta kërkosh dot kështu. Kështu që unë për sot tha, meqense e kuptoj, tha, se jam baba dhe vet, po të lë, tha. Por në qoftë se ta, unë do të lë, tha, do shkosh ta kërkosh, pra tha, në qoftë se do të kapin, tha, ty do të japin expulso. Dhe si përfundim, ky tha jo, nuk e bëj. Ditën tjetër, nga e para ky dhe filloi shkoi në një tjetër vend që i kishin thënë njërit nga ata priftërinj që ishte atje, që ky vajte priftin, vajte tek këto priftëreshat që ishte ndryshe. I kishin thënë se mund të jetë tek ajo ku ishte një manastir, ku ishin disa murgesha. Dhe shkoi tek ato murgeshat. Mirë po atje ishte, përveç se ishte ndaluar të futesh në oborrin atyre, por ky edhe me forcë. Unë dua të shikoj vajzën time, është vajza ime, ju nuk mund ta mbani, sikur ishte në Shqipëri. Si përfundim, aty e morën e futën brenda. E futën brenda, ndejti disa ditë, pastaj e lanë. E morën, i dhanë expulso, në një, mos gaboj, 1 javë. Pastaj i dhanë një expulso, e morën me anije dhe çuan në Shqipëri. Ai 5 vjet nuk mund të futej më
në Itali. Ndërkohë Ema nuk kishte dokumenta. Dhe kështu që Albina vazhdoi që të rritej gjithmonë te këto murgeshat. Kaloi kohë. Dhe në vitin 2013, që nga viti 2008, në vitin 2013, mos gaboj, ajo bëri kontaktin e parë me tatin, sepse nënën nuk mund ta gjente, si mund ta gjente nënën? Nuk e dinte as ku ishte pa dokumenta në Itali. Dhe foli me të atin, arriti që ta gjente, kërkoi nëpërmjet numeratorëve të telefonit, numerator kështu numra kot më kot shqiptar, derisa gjeti një numra fiks, të asaj zone ku ajo jetonte në Shqipëri, dhe si përfundim gjeti mënyrën që të fliste me tatin. Pasi foli me tatin, i tha që ishte mirë, i tha vendin se ku ishte, mos u merra kostat, se çdo gjë shkon mirë. Dhe kjo situatë e afroi më shumë me tatin se sa me të Emën. Ema ndërkohë nuk kishte mundësi që ta kërkonte, ndërkohë Ema kishte krijuar familje me atë zotërin që kishte ardhur, pra kishte bërë fëmijë të tjerë. Dhe në vitin 2015, gjë e tillë, 2014-2015, ajo arriti që të bënte dokumentat, pra Ema. Mirë po, vetëm në vitin 2018, sipas të dhënave që thotë kjo, në vitin 2018 kjo filloi që ta kërkonte, sepse e kishte marrë vesh nga ish burri i saj, pra nga jati Albinës, që Albina ishte mirë, e gjende në një vend tjetër, nuk gjende më në Bari, por diku tjetër, dhe si përfundim, kjo u vesh, u pispillos, u ashu Ema, dhe e kërkonte në atë vendin, pra aty, mori një avokat, mori që kishte lidhje me Shqipërinë, mori dhe një sacerdot, një prift, që edhe me këtë priftin të shkonin, që të mund të ta shkëpusnin nga aty, sepse Albina, deri në moshën 18 vjeçare, nuk mundej që të lëviste, pra pa lejen e këtyre. Duhet ishte në këtë konviktin e këtyre murgeshave, deri në moshën 18 vjeçare, pastaj do ta linin kështu. Ajo ndërkohë studioi. Ndërkohë ka studiuar, është bërë në marketing, dhe është bërë shumë e mirë në marketing, dhe ajo menaxhon një hotel. Dhe si përfundim, një ditë e shikon në hotel, me fjalë, një grua që ishte e pashme, kështu, por duke që ishte e huaj, thot. Dhe u fut ajo duke qeshu, kështu, dhe thot aty, dhe i thot kësaj, ti e Albina? Po, i thot kjo. Unë jam nëna jote, direkt, i tha kështu. Jam mama jote, tha, më mban mend mua ti, tha. Kjo, çfarë të thoshte, sepse kishin kaluar kohë. Pra, kishte ndryshuar totalisht, ishte shëndoshur, ishte fytyra, tha, nuk e njoha, tha, sepse ajo iku, tha, kur isha 5 vjeçe, me fjalë, vitin 2005. Merrem më deri vitin 2018. Unë, tha, ndërkohë kisha ndryshuar, tha, kështu. Mirë po, mënyrën, tha, se si u prezantua dhe si unë zakonisht unë e dua, thash, nëna ime, dua babain tim, dua çdo gjë, tha. Ndërkohë, tha, erdhi dhe babain, tha, u njoha dhe pas disa vite u pa me babain, tha, dhe ndoshta se edhe pse ne flisnim me anë të WhatsAppit, shpesher flisnim nëpërmjet telefonit, me babain, jo me nënën time, tha. Dhe kur erdhi momenti që u takuam, tha, isha më pranë babait se sa nënës. Dhe kjo, tha, gjithmonë pretendonte. Unë, tha, disa herë, tha, dolëm, me një fjalë, unë tani, tha, kam jetën time, i bashkëtoj me një djalë italian, më do sa dhe vetë jetën, dhe prindrit e ti, tha, më janë gjetur tamam sikur të jenë prindrit e mi, tha, për çdo gjë, tha, për çdo fest shkoj atje, çdo gjë, tha, nëse do ikim me pushime, tha, i mbulojnë ata shpenzimet. Kjo nuk është ta gjëja, tha, që mua, tha, më pëlqen. Nuk është se më pëlqen, tha, dhe pikërisht për këtë e bëj. Jo. Por ata, tha, më janë gjetur më shumë se sa familja ime, tha, se sa baba im dhe nëna ime. Dhe me kalimin e kohës, nëna ime, tha, jo vetëm që vinte rrallë, pra duke filluar nga viti 2019 dhe këtej, tha, por sa herë që vinte, tha, pretendonte, pse nuk e bën këtë, pse nuk e bën atë, çfarë kjo është pikë kështu, çfarë kjo është, derisa pastaj, tha, u bën llafe, u zum. Dhe si përfundim, tha, u zum kaq shumë, tha, sa unë i thash, shiko, nëse ti vjen këtu për të më prishur mua jetën time, sepse i thot dhe për të fejuarin, me fjalë që ky nuk është kështu, ky është ashtu, me thashë theme, tha, që s'ka lidhje fare, unë jetoj me atë. Kemi një shtëpi, tha, që kemi marrë me qira bashkë, tha, dhe kemi vite, tha, dhe jetojmë shkëlqyeshëm. Sa erdhi nëna ime, tha, filluan problemet.
edhe me këtë. Dhe unë me babain tha, nuk kam asnjë problem, thotë, sepse herë kur vjen tha biles, edhe kur vjen tha, babaim tha, unë një ditë kur merr tha më takoj tha, i thash flik këtu, nuk donte të flinte, tha e vinte zor si duket. E tha jo tha, se kam gjetur, kam ca kushërinjtë e mi. Në fakt tha nuk kishte vajtë kushërinjtë e tij, po kishte fjetur tha në makinën me qiraq, kishte marr. Dhe ai vjen gjithmonë nga Shqipëria, sepse ka një lokal të vogël që ka hapur vetë dhe ecën me atë lokalin dal nga dal kështu, dhe kur vjen këtu tha merr një makinë me qiraq dhe lëviz në ato ditë që është këtu. Dhe si përfundim tha, fjeti tha në makinë, pra nuk më kërkoi gjë babai, kurse nëna ime tha pretendon çdo gjë tha dhe gjithmonë tha duke u zënë. Dhe derisa tha u detyrova tha me fejuarin tim tha që të shkoja tha diku tjetër, tha të merrnim një shtëpi tjetër tha me qira tha dhe mos ta takoj më tha. Ka një vit e gjysmë që nuk e takoj tha dhe më vazhdon sepse vazhdoi tha e ndërrova numrin e telefonit tha, por në telefonin e vjetë herë që e hap tha WhatsAppin, shikoj tha që më bombardon tha edhe tha duke më shkruar tha gjëra nga më të ndryshme. Merrem mend tha që edhe unë në Instagram tha që kisha një faqe tha në Instagram, e mbylla Instagramin sepse çdo ditë tha duke më shkruar. Tani më thuaj ti zoti Nadir thot kjo, dhe unë doja që t'ja përcjellja juve. Më thuaj ti zoti Nadir, si të sillem unë me një prind kështu? Sepse e para njerë që unë e humba kontaktin me ta, me vite. Por sidoqoftë nuk ka, përveç se është krijuar ajo distancë, pra distancë e madhe, kjo nuk do të thotë që ti më ke bërë kokën që e nëna ime tha, dhe ti duhet bësh çdo gjë, të futesh në jetën time të bësh çdo gjë çfarë ti, sepse tani tha, jeta ime ka ndryshuar totalisht. Unë jetoj me dikë tjetër, jam pothuajse e martuar me këtë dhe unë jetoj jetën time. Unë është njësoj sikur unë vetë tek ajo ti them pse bën kështu, pse bën ashtu, pse bën kështu. Njëkohës edhe juve, sikur të vi thot ajo të them juve, më thoshte mua me nusën time. Dhe doja që më ka bërë sinqerisht për të qarë, sepse ajo qante, teksa e tregonte dhe thoshte, unë i dua me gjithë shpirt. Nuk e di pse, por i dua. Por nuk ka të njëjtën dëmshuri nëna ime nga ana tjetër, sepse përveç se më braktisi, sepse në fund fare më braktisi, thot. Në fund fare, thot, vinë thot dhe më kërkon llogari mua thot pas gjithë këtyre viteve. Dhe për më tepër thot, çdo gjë, sikur të jemi takuar, sikur të kemi jetuar bashkë, për çdo gjë thot, vjen thot dhe thot pse ke bërë këtë, pse ke bërë ato, pse nuk më merr në telefon, pse ma mbyllet telefonin, pse për çdo gjë. Në vend që thot, ok, kam gabim, nëse un kam gabuar, më thuaj ku kam gabuar, se kam gabim për këtë. Kur nuk e ka pranuar. Pra si duhet sillem unë, thot kjo vajzë Albina, me prindër të tillë. Çfarë duhet të bëj? Me nënën dhe babain tim. Babai im ka mbetur vetëm sepse nuk ai vllai im tha ka ikur tha jeton në Greqi. Kurse babai tha jeton tha me prindrit e tij tha, ka këtë lokalin atje tha dhe më dhimbse të njerë tha sepse e shikoj tha që me zor ecën dhe rrugëve. Sepse ka probleme, është i smur etj. Kurse nëna ime tha me këtë tjetrin këtë ky e mban tha me para, me ç'të doj tha, çfarë të doj ajo tha, dhe nga ana tjetër thot më sulet mua për çdo gjë. Unë nuk di si të sillem. Dua thot që t'i takoj, dua që të rri me ta, por aq sa mundem. Pra të rri 1 orë, 2 orë, 1 ditë, 2 ditë, por mos të zihemi thot, që mos të më gjykoj thot për punën që unë bëj ose se jetën që unë bëj, sepse ajo më ka humbur, ishte ajo shkaku, nuk jam unë thot. Dhe ndaj ju pyes juve, ju çfarë mendimi keni? Çfarë mund t'i përgjigjemi kësaj shoqes son Albinës? Pra ajo na lexon, do të na lexoni këto argumenta, kështu që do të dëshiroj një komentin tuaj. Pres komentet tuaja. Ju dua fort dhe do t'ju lutesha me shumë delikates, sepse është një vajzë shumë preket për gjë më të vogël dhe më ka mallëngjyer. Dhe e mbajta veten sot, por më ka thënë disa fjalë, disa gjëra që nuk ja u thash këtu, nuk doja t'ja u përmendja, sepse janë të dhimbshme. Dhe nga frika që mos të emocionesha nuk ja u thash. Megjithatë, në sintezë, kjo është historia e Albinës, vajzës shqiptare që vërtet ka një histori të idhur. Tani është në mëshirë të fatit, sepse sidoqoftë jeton me dikë, por nuk është as babai as nëna as prindi, nuk janë njerëzit e saj dhe nuk është as Shqipëria, por është Italia. Pra një vend i huaj, në një vend huaj ka mbetur komplet vetëm. Pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.